Allahu na falenderojmë për ti, falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat e selamet, dua tona e dërgojmë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve tij besnik, sahabë radhiyallahu anhum, të gjithë atyre që kanë pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që të pasojnë këtë kohë edhe ata të cilët do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Nderuar xhamatli, ne jemi në vazhdim të ligjëratës tonë me vlerën e dijes dhe dietarëve. Për me ja ditë vlerën dijes dhe dietarëve, njeriu duhet me ndjek ata, me kuptu rëndësinë e saj, me u afru, me shku tek dija dhe me marrë prej saj. E nuk mund njeriu me kuptu rëndësinë e saj, vlerën e saj, e me ndjek ata nëse ata nuk e fut në praktik. Dhe shkaku që ndihmon njeriu për me nxon dijen dhe me përfitu prej saj ka shumë. Po njëra prej shkaqeve që ndihmon njeriu me marrë dije të dobishme, me praktiku ata, me jetësu në jetën e tij, me zbatu ata, dhe kjo është qëllimi i dijes, kemi thonë prej fillimit, është ruajtja prej gjunaheve. Nëse njeriu e ruan veten e tij prej gjunaheve, mundohet mu largu prej gjunaheve, Allahu subhanahu wa taala ja mundson me marrë dije të dobishme. Imam Shafiu rahimahullah, si nxënës, si çun i ri, ka pas një aftësi që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë, ka mësu përmend shumë shpejt, deri në shkallësa që gati veç me të shikume si një lloj fotokopje, me një herë do të ka fut në mbrëmsi. E një ditë prej ditëve, duke kalu rrugës, se shef zogun e një vajzë, do të zogun e komës të një vajze, kalimthi. Do të edhe kur shkon tek hoxha i tij, me njëherë e vren hoxha që ka dobësi në nxënien përmendsh. Edhe e vren që do të thotë nuk është i njëjti. Atëherë ja dha një këshill që sot e kësaj dite është bazë dhe temel. Thot, u ankova të mësuesi jem, shekeutu ila waki. U ankova të mësuesi jem su e hifdhi, që s'po muj me nxon përmendsh. Kam problem diçka, e ka vrejt ky vetën. Do të më tha mësuesi jem, dituria është dritë, edhe drita nuk i jepet gjunahçarit. Kjo dije është dritë që të ndriçon rrugën tonë, rrugën e familjes, rrugën e rrethit tonë ku jeton, rrugën e atyre që dojnë me përfitu prej teje. Është dritë në këtë dunja, është dritë në varr dhe është dritë në ditën e gjykimit, është dritë ku ta kalojsh urrën e siratit. Dija e dobishme është dritë, nur. Por kjo dritë nuk ju jepet gjunahçarëve, atyre që nuk ruhen prej gjunaheve. Andaj kjo është ajo që duhet me pas parasysh secili prej neve. Nëse don Allahu subhanahu wa taala me dhon dije të dobishme, duhet me ruajt prej gjunaheve. E cila është dija e dobishme? Dija e dobishme është ajo që të bën me punu, të bën me njoft Allahun, të bën me friksu Zotit, të bën me respektu urdhat e Allahu subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit. Kjo është dije e dobishme. Andaj nëse i sheh njerëzit që nuk marrin prej dijes, nuk përfitojnë prej saj, edhe nëse e ndëgjojnë ose nuk dojnë fare me ndëgju, largohen prej saj, e ka marrë një informacion dikur dhe me kaq don me mjaftu, dhe nuk i don mexhliset e dijes, nuk ulet dhe nuk shkon atje ku i jepet dije, nuk ka interes për me përfitu prej dijes, dijes është rezultati i gjunaheve.
çfarë do qofshin ato. Gjunaha do të thotë me shikim, gjunaha do të thotë me gjuhë, me përgojim, me thashëtheme, gjunaha do të thotë me lloj-lloj niveli, të lloj-lloj nivelit. E pengoj njeriu për me ja mundësu Zoti me përfitu për asoj dije të dobishme. Po ashtu kjo ndikon edhe tek fëmijët. Se kjo është dallimi mes ne, ka shumë, po njëja prej dallimi mes neve dhe gjeneratave të para, ka nga ata që kanë thonën, nga ato nona burnesha që ju konë, kanë thonë 40 vjetë ju më rujtë mës me bo gjuna, që kum ditë une? Ju më rujtë, që kum ditë që është gjuna, dhe është ndalume, dhe është dyshim, dhe është urrejtur, ju më rujtë që Allahu subhanahu wa ta'ala me ma shpërbly mua në vladin tem, me ma bo e vladin e hajrit. Dhe kështu i ki në nonën e Bukhariut, nonën e Ahmed ibn Hanbelit, djetartë mëdhajt ummetit. Në një në rujtë shumë, por edhe e kanë përsjell vetën e tyre në raport me gjunahin. Kur kanë bojë gjuna më herë në kthy, kanë bojë istighfar. Muhammed ibn Sirini ka qenë një alim i madh, dietar i madh, por tregtar i madh me mjalt. I ka thënë Allahu xhalla ala bereqet në biznesin e tij. Edhe një ditë për ditëve dështon. I thënë subhanallah, ti ky alim i madh, ky dietar i madh, sa që kanë thonë për këtë njerin, për këtë alimin e madh, po kur ka hes rrugës, edhe njerëzit që nuk e kanë njoft, se ja kanë ditë vlerën këtij, kanë thonë subhanallah, Allahu akbar. Kanë bërë tekbir nga fytyra e bukur dhe nuri, drita që Allahu xhela ja ka çuar në fytyrë. Kur po them nur, mos mendoni dritë kështu, po janë bukuria. Qa që ka dhonë Allahu Gjellala bukuri nga se u konë për atyre njerëzve takwa që u veçu me Allahun subhanahu wa ta'ala në namazin e natës dhe e ka rujt vetën dhe u konë alim dhe ka komentatori njohër i andrave si pas islamit. Thonë edhe për ty pritët kjo puna, zakonisht në adim që njeri dështon dhe kur mund me hinë hak dikujt e këto. Po do Allahi, këta që 40 vjetë jom të e pritë. Që të lojt dështimi që 40 vjetë jom të e pritë. Unë qysh pëse kështu, nga se para 40 viteve e kum në nëshmu një njeri. I kum thonë, o i dështu, o fukara. O thonë, kum bo të ube, ju më rujtë, subhanallah. Shka përdu me thonë për i kësaj? E ka dit edhe gjunahin kur e ka bo dhe qatë shumë koni kujdeshëm, më pastaj, nuk ka dit që ka bo dhe një gjuna tjetër. Ka thonë, që ta e kum prit, se para 40 vjetëve ja kum bo shtu filanit. Por që ata e njerëzit e dijës, janë ata që me të vërtet atë çka e dinë mundohen me fut në praktik. Sa ka thonë Imam Bukhariu, rahimahullah, ka thonë, prej kur kum hynë moshën madhore, s'kum përgoju mo njeri. Kanë rujt vetën deri në atë shkallë. E për që tha Allahu subhanahu wa ta'ala ka shpërbly angazhimin dhe mundin dhe preokupimin dhe gojën. Dhe të njëjtën kohë kjo është ndërsjellë. Dija e vërtet bën që me ju friksu Zotit me i rujt kufit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është ajo që duhet me pas parasysh gjithë se cili prej neve. Rezultati që sa që për shofmin në rrethin ton, në rajonin ton, është rezultati i gjunaheve. Që i shef njerëzit distancum prej kërkimit dijës dobishme, largohen, e shantazhojnë, e injorojnë, e fyejnë, e urrejnë dijen dhe njerëzit e dijës. Por edhe nuk ka do të thotë një lloj interesimi, një lloj motivi për me shku me kërku dije dobishme. I shef njerëzit janë të angazhuar me dunjan, nuk gjejnë kohë brenda javës, madje edhe një hutbe i duket e gjatë shumë. Ta merr meja që ku me di sa punën e ka ky mas. Ose me angazhime tjera. Edhe ajo që e kemi thonë para 2 javë, po du me shtu me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ne transmeton Abu Dardaja radhiyallahu anhu, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot një ditë për ditëve kur jemi konë me Rasulullahin, fa shakhasa bi basarihi ila as-sama thumma qala, ka shiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qiell. Thot Abu Dardaja, shikoi në qiell edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadha awanun
Yuhtalasu al-ilmu min an-nas. Kjo është koha që ka mu largu dija prej njerëzve. Hatta la yaqdiru minhu ala shay'in. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari, ka thonë pejgamberi ka shikuar në qiell edhe ka thonë që kjo dije ka me tërhek Allahu subhanahu wa ta'ala. Është koha që Zoti me tërhek. E ky sahabiju që ka qenë prezent, Ziyad ibn Labid al-Ansari, i ka thonë, ja Rasulallah, që shka mundësi me u largu dija prej neve? Që shka mundësi me u largu dija prej neve, kur na po e mësojmë Kur'anin, po e lexojmë Kur'anin, po e mësojnë familjet tona, bashortet tona, evlat ton, dhe wallahi, kemi më konë që ata që kemi më kushtu rëndësi. Edhe na, edhe kemi të regu rëndësi kërkimit dijes dobishme dhe mësimit Kur'anit dhe sunetit praktikës tonë, edhe tek fëmijët dhe pasardhësit tonë. Që shka mundësi me u largu, domethënë se ka kuptuar një gjatë tillë. Që inshallah me na marr bereqetin e dijes. Që Zoti me ngret dijen. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse do të kisha quajt alimi i Medinës. Ka thonë, pa nuk po i shef jahudit dhe të krishterët? A nuk i kanë pas ata para ty në para veti librin e Zotit shpallun? A nuk kanë pas një uri, kanë pas profet dërguar, kanë pas libra? Madje i kanë lexu ata, mirë po s'kanë përfitu prej aty në libra kur gjo. I kanë lexu veç kaq, por nuk kanë ndiku kjo dije që me përmirësu cilësinë e jetës tyne. Nuk kanë ndiku kjo dije që ata do me ndryshu raportin me Zotin, me ndryshu raportin me njerëzit, me reflektu me të tjerët, me rujt kufit e Zotit. Andaj, ky që e kanë dëgju këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetues, një prej transmetuesve, Jubair ibn Nufeir, e ka pa Ubadet ibn Samit, një shok tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thonën, kur e ka takuar, ai thonë, a nuk e ke ndëgju çka po thot shoku jot? Yani, a se ke ndëgju një hadith që po e thot shoku jot? Cilin hadith? Ja thot, dhe wallahi e vërtet është. Ajo që ka thonë, ajo është e vërtet. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ka vërtetu, jo ky që ka dyshu tek Ebu Derdaja, ky transmetuesi. Por se ka dashur me u vërtetu, ka thonë e vërtet është tamam çush po thot. Ka thonë apo don me të kallëzu cilja dije e para ka mu të hek pe njerëzve ka mu ngrit? Apo do halo me ta konkretizu? Ka thonë po, ka thonë dija e parë që Zoti e tërhek prej njerëzve. Ka thonë është el khushu', përkushtimi. Sa që është frikë, është tut dhe pritet me ardhë, kanë me ardhë xhamati në xhami, një grup prej muslimanëve hynë në xhami dhe kanë me e falë namazin dhe nuk ka më konë asë njënjë prej tyre që e ka falë namazin i përkushtu në namazin e tij. Subhanallah. Unë kanë me ardhë, kanë me falë po veç rutinë. Ka më bo rutinë namazi, ka më bo adet. Në vijin e falin kur gjo s'përfitojnë, kur gjo nuk ndjejnë. Madje i lodhë namazi, i lodhë lezimi i Kur'anit, i kput dersi, i pengon dersi, ja u prish rahatin dhe komoditetin. Kush pi thot këto fjalë, pi thojnë shokët e pejgamberit mas vdekjes pejgamberit. Pi tregojnë gjeneratës parë tabinëve. Ata që kanë ardhur mas domthoni kanë mri sahabët dhe se kanë mri pejgamberin. Domthon në kohën e tyre ata për veti po thojnë. Para mendoni. Subhanallahu, në kohën e tyre burrave të ndaj, në kohën e tabinëve, Anas ibn Malik, shoku i pejgamberit, u kon nga ata që kanë jetuar mas gjati, mas vonë i don nga të fundit që ka vdek. Pe shokëve të pejgamberit. I ka thonë një ditë pe ditëve i ka pa disa xhamatli, shok, tabin,
I ka thonë wallahi innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum min ash-sha'r. Ka thonë ju po I bëni do punë që kjo po ju doket juve më e vogël se sa kimi I flokës. Jo, pi bëni do lëshime do punë se po ju doket si sa një kimi e flokës. Ka thonë ndërsa në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I kemi konsideru min el mubiqat, I kemi konsideru pe shkatrimtarëve çto punë që ju të jeni të I bo. Ajo shumë thjesht për e konsideroni. Ka thonë, çka I ka këshillu, çka I ka pa ata të bo, çfarë gjuna I kanë bo. Kur kanë arë në xhami domon namazin e farz, ju në vanu, nuk ju në lidh më njerë, kur ka thonë Allahu Akbar imami. Po mëse u lidh Allahu Akbar, ata kanë hyjë dhe ju në lidh. E kanë zonë reqatin, po se kanë zonë tekbirin me imamin. Ka thonë, jeni të I bo do sene që ju e për ju doken më të vogël se kimi a flokës. A na në kone pejgamberit shkatrimtari kemi konsideru. Deri në qatë nivel e kanë rujt me fanatizëm dinin e Allahu subhanahu wa ta'ala, fejen e Zotit. Ju në mundu me I rujt kufit e Zotit. Kështu e kanë këshilu një tjetër me një herë me një lëshim më të vogël. E sot në sytë e tonë bohen gjunahe dhe gjunahe. Lëshime dhe lëshime nuk na pengojnë ato. Nuk na I prishin të rezin ato. Andaj I ka thonë kjo, po këthejna të hadithi, I ka thonë, qashtu është ka më ngre dija. E dija parë që ka më ngrit është tërhekja e përkushtimit. Ka më bo namazi pa e përjetu, ka më bo dhikri pa e përjetu, ka më agjeru Ramazanit pa e ndje, pa e përjetu. Njerëzit rinë und dhe të etur, po nuk ndjenë kur zho prej saj. Nuk e shijojnë namazin e teraviz, nuk e shijojnë namazin farz, nuk ndjenë kënaqësi dhe përjetim. E hek Allahu përjetimin, sa që do të kanë me arë në xhami dhe nuk kanë me dalë komplet një xhamat I madh, njëri prej tyre s'ka mundësi më koni përkushtuar dhe I përqendruar. Subhanallahu, kjo është sfidë. Dhe ajo që më shumti e ndihmon njeriu, nëse don ti më koni përkushtuar namazin ton, në adhurimet tua në përgjithësi, me përfitu për ato në adhurimeve, s'ka mundësi më koni përkushtuar brenda pa u koni përkushtuar jashtë. Pa u rujt jashtë, s'ka mundësi më rujt brenda. E jashtë me bo gjunahe, harame, mos me këshyr kurrë, çka të vjen përpara me bo ata në brenda me ta mundsu Allahu me përjetu s'ka kështu. Duhet më rujt jashtë Zoti me ta mundsu me përjetu brenda namazit. Allahu xhelala në Kur'an thot: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum an salatihim khashi'un." Kanë shpëtu besimtarët, ata të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar. Namazin e bojnë me ndjenjë dhe përjetim, në nështrim ndaj Allahut, e adhurojnë Zotin sikër se po e shohin edhe pse ata nuk e shohin Zotin, Allahu I shef ata. E përjetojnë çdo rukën, çdo shtyllë të namazit. Më njëherë masaj që ka thonë, "Walladhina 'anil lagwi mu'ridun", subhanallah. Sikur don Allahu me na kallëzu neve, kështu kanë thonë mufesirët, se nëse kanë shpëtuar ata që janë përqendruar dhe të përkushtuar dhe e përjetojnë. Në të kundërt, nëse nuk e përjeton, s'ki përfitu prej namazit kur gjohë, qëllimi I namazit është me përjetu dhe I adhurimeve tjera. E kanë thonë, apo doni me ditë çka të pengon ty për mos me përjetu adhurimin, qoftë namazi, qoftë agjerimi, qoftë zekati, çfarë do adhurimi dhe ibadeti, përmendja e Zotit dhe çka do koftë. Ka thonë këtu Allah më njëherë ka thonë, edhe ata të cilët janë të kujdesshëm me fjalët e tyre. Ruhen nga thashethemet. Ruhen nga ajo që nuk I bën dobi. Qoftë ajo me fjalët e tyre, me gojën e tyre, me gjuhën e tyre, ruhen do të me shikimin e tyre, ruhen çdo gjë që është e kotë. Ruhen me zemër, nuk kanë mendime të këqija, kanë zemër të pastërt. E që ta thot Allahu, ta në mas kësaj dhe thot ata cilët zekatin e japin. Anë shumicën e ajeteve kanë ndërlidh namazin me zekatin. Këtu ka thonë, ata cilët namazin e tyre janë të përkushtuar, po ruhen nuk miren me punë që nuk I përkasin atyre, me punë që nuk janë dobishme. Nuk miren me thashetheme, nuk miren me punë që si hyn punë atyre. Nuk përfitojnë kur gjohë prej tyre. E që ta që tynëve Allah ja mundëson me përjetu dhe me përfitu. Qoftë prej dijes, qoftë prej namazit dhe me u konë përqendruar dhe të lidhur me Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj krejt kjo
Emrusi I përbashkët I ketë kësaj është njeriu duhet me pas kujdes me urujt për gjunaheve jashtë namazit. Që Allahu subhanahu wa taala me ta mundsu me përjetu namazin, po më urujt për gjunaheve me ta mundsu Zoti me përfitu edhe prej dijes në me marr dije dobishme na boft Allahu xhallahu ala nga ata që të marrin dije dobishme. E mësojmë ata, e praktikojmë dhe fusim praktik, përfitojmë fillimisht vet, familjet tona, evlat ton, rrethi jon kudo qofshin ata dhe me ja transmetu të tjerëve. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.